Institucioni publik, Shkolla Mesme e Kombinuar Vëllazërim Bashkim, këtë vit ka arritur një moment të paharrueshëm edhe të veçantë në historinë e saj, duke shënuar 60 vjetorin e themelimit. Gjatë këtyre 60 viteve, kjo shkollë ka luajtur një rol të rëndësishëm në formimin dhe edukimin e shumë brezave, duke u bërë një nga institucionet më të respektuara dhe më të dashura. Mbi të gjitha, kjo shkollë është një vend ku brezat të tërë kanë kaluar dhe kanë gjetur jo vetëm dijen, por edhe vlerat e jetës, mësime të përditshme dhe frymën e bashkëpunimit dhe solidaritetit. Por pas gjithë këtij suksesi, fshihet një histori e jashtëzakonshme e punës së palodhur të njerëzve të cilët me pasion dhe përkushtim vendosën themelet të këtij institucioni të shenjtë. Ata janë mësimdhënësit e parë, ata që me një vizion të qartë dhe një dashuri të pashtëruar për arsimin, hapën dyert të kësaj shkolle dhe ofruan dije dhe udhëzim për shumë breza. Ta jo të gjithë, kemi informacion të plotë mbi ata njerëz që më shumë mund dhe sakrifica bën të mundur krimin e një institucioni që është bërë një krenari për të gjithë. Ata ishin ata që me çdo mësim dhe çdo fjalë të dhënë, me çdo këshill, kanë ndikuar tek formimi i shoqërisë dhe kanë kontribuar në ngritjen e nivelit të arsimit në komunën e Ulqinit. Për të kujtuar dhe ndëruar këto figura të shquara në këtë 60 vjetor të shkollës, një nga aktivitetet më emocionuese ishte ekspozita Gjurmët. Ky fotoalbum i mbushur me imazhe nga arkiva e pasur e shkollës na ofron mundësinë të shohim se si kanë qenë ditët e para të kësaj shkolle, të kthehemi pas në kohë, në një periudhë kur kjo shkollë ishte ende në hapat e saj të parë. Drejtoresha e Shkollës së Mesme Vllazërim Bashkim, Ardita Kokaj Kovaçi, tha se ky është një moment i veçantë për të kujtuar të gjithë kontributin, por edhe për të shprehur mirënjohjen e thellë për të gjithë mësimdhënësit. Sot është një moment i veçantë për mua, ku në emrin tim dhe në emër të mbar kolektivit, dua të shprehi mirënjohjen e thellë për të gjithë punën e palodhur dhe përkushtimin gjatë gjithë karrierës tuaj si mësimdhënës të kësaj shkolle. Përmes pasionit tuaj për mësimdhënie dhe përkushtimit tuaj të paçmueshëm, keni lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e çdo nxënësi që keni mësuar. Pikërisht për të ndëruar këto gjurmë, sot ne kemi titulluar ekspozitën dhe fotoalbumin me emrin Gjurmët, pra për të përkujtuar dhe ndjekur gjurmët që keni lënë pas. Siç u përmend edhe më herët, ekspozita dhe fotoalbumi janë shenjë nderimi dhe mirënjohjeje për të gjitha brezat e mësimdhënësve që kanë ndihmuar në ndërtimin e historisë së kësaj shkolle. Realizimi i 30 portreteve ishte një sfidë, por edhe një projekt jashtëzakonshëm, për të cilin falenderojnë nga zemra profesorët Edin Kaplanin, Almi Sukën, profesoreshën Gjovanën Maković, e sidomos një talent të ri të shkollës sonë në art, Bledion Sefa, nëse është këtu, dorat e cilit i dha jetë se cilit portret, duke sjellë kështu ekspozitën më të veçantë në komunën tonë. Fotoalbumi, që do ta keni pas pak në duar, Gjurmët, përmbledh me aq sa kemi patur në dispozicion fotografi, pjesëza nga historiku i shkollës, aktivitete, momente të gëzuara e shumë ngjarje të tjera me qëllim që të lejmë në trashëgimi gjeneratave që vijnë pas nesh. Projekti i fotoalbumit lidhet me fotografitë që dikur profesor Bilali i ka ruajtur në arkivat të shkollës, por kemi patur dhe prurje të reja nga disa nga kolegët tanë. Në rast se në një moment të caktuar, do të na bijnë në dorë fotografi të reja dhe interesante, ju premtoj që do të botojmë edhe një ribotim. Fotoalbumi Gjurmët u mbështet nga Qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave në Mal të Zi. Drejtori i këtij institucioni, Gëzim Hajdinaga, tha se do të jetë gjithmonë pranë institucioneve arsimore, ndërsa bëri të ditur se në një takim në Prishtinë u bë mundur që të merrë një sasi e konsiderueshme e librave, e cila do të pasuroj bibliotekat e të gjitha shkollave në gjuhën shqipe në Mal të Zi. Përkulem si nxënës i kësaj vatre të arsimit në qytetin ton, para juve, duhet t'ju falenderoj në emrin tim personal dhe qendrës që sot e mbuloj për sakrificën, kontributin, për atë që keni shkri dijen tuaj në gjeneratat që sot janë generator i dijes qytetit tonë. Unë si ish nxënës i kësaj shkolle, të them para juve se e kam detyrim, jo si drejtor dhe për kontributin që kam dhanë, por si nxënës i kësaj shkolle, edhe njëherë
të shpreh falënderimin për gjithë veteranët, por edhe gjeneratët e reja, profesoresha dhe profesor, për vazhdimin e majtjes në jetë të kësaj vatre të dijes të qytetit tonë. Duhet të informoj para sa ditëve kam ardhur nga Prishtina, kam qenë në një takim zyrtar në institucionin tjetër vatër e kulturës, atje në Institutin e Kulturë Historik të Kosovës, dhe për sa ditë kësaj shkolle kam marrë përqimin dhe jemi dakorduar, drejtoresha ma ka dhënë atë përqim, do të furnizojmë biblioteka dhe gjitha shkollat shqipe në martëzi me libra tjera. 30 portrete të mësimdhënësve të parë, ata që ishin përkushtuar për të dhënë më të mirën e tyre, ishin pjesë një ekspozite të bukur. Një nga profesorët e artit figurativ, i cili ka qenë mbështetës në realizimin e këtyre portreteve, është Almedin Suka. Ai u shpreh se profesorët të cilët kanë qenë të parët që kanë dhënë dijen dhe kontributin e tyre në këtë vatër të arsimit e meritonin që të kishin një portret të tillë. Të lëm një shenjë me këtë ekspozit dhe të sjellim do të thotë 30 figurat, ndoshta më eminente nga 30 figurat e para, të cilët ishin profesor dhe bën kontributin e tyre në këtë vatër të arsimit, dhe u munduam sadopak që me këtë ekspozit dhe me këtë fotoalbum t'i risjellim edhe një herë, t'i kthejmë, ka shumë prej tyre që nuk janë edhe në mesin tonë, por që do të thotë puna dhe fryti i tyre do të jetoj edhe me gjatë. Është dashur rreth një muaj, do të thotë kemi punuar 3 javë, një muaj, por puna më madhe në fillim ishte të gjendim edhe fotografitë e disa personave cilët nuk i kishim dhe u deshte të hulumtojmë në arkivat e ndryshme të shkollës, edhe pastaj të fillojmë që të bazohemi edhe të punojmë portretet e tyre. Këto portrete i ka punuar një nxënës i vitit të 4 të gjimnazit, nxënësi Bledion Sefa, ku në secilin prej tyre ka hedhur ato veçoritë e tija dhe ka sjell një ekspozit të bukur. Çdo portret përfaqësonte jo vetëm një person, por një histori, një betejë dhe një sakrificë për arsimin. Ata ishin ata që ndihmuan këtë shkollë të rritej dhe të bëhej ajo që është sot. Portretet që e ekspozuan në këtë aktivitet ishin të mbushura me krenari dhe përullsi, si një testament i punës së jashtëzakonshme të këtyre individëve. Po ta vëresh secili prej tyre me anë të portretit cilën ne kemi sjell, e shpreh një lloj emocioni dhe jep tregon një histori pas saj, ku secili kur i sheh, do të thotë në rastin tim disa edhe prej profesorëve të mi, kur i shohim ato fotografi, menjëherë na lidhin me kujtime edhe me shkollën edhe me shumë gjëra tjera. Kujtimi dhe nderimi i këtyre figurave të shquara është më shumë se një akt simbolik. Ky është një moment i thellë reflektimi dhe respekti për ata që kanë kaluar para nesh dhe që kanë lënë pas një trashëgimi të pashlyeshme. Ata kanë qenë ndihmesa një shoqërie që ka pasur nevojë për udhëzim, për dritën e dijes që ofroi çdo ditë dhe për një mision të shenjtë, arsimimin e brezave që do të ndihmonin në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë. 30 portrete qëndronin bukur në ekspozitën e paraqitur brenda ambienteve të shkollës Vllazërim Bashkim. Shumë prej tyre nuk janë më në mesin tonë, por ka dhe nga ata të cilët akoma sot, edhe pse në një moshë të thyer, vazhdojnë ta kujtojnë me shumë dashuri të gjithë punën dhe sakrificën që është bërë në këtë institucion. Portretet e paraqitura në këtë ekspozit mbajnë emrat e këtyre mësimdhënësve: Hajdar Axhemović, Ibrahim Ceka, Ramo Dukaj, Radovan Gjurišić, Miodrag Filipović, Vladimir Lapushina, Bahri Milla, Božidar Nikčević, Dragica Nikčević, Tahir Perezić, Hava Perezić, Riza Rexha, Bajram Rexha, Qazim Rexha, Radomir Zhivanović, Kata Dajević, Fadil Taipi, Hüsein Ceno Katana, Rajko Pavicević, Shaban Nuhić, Gjergj Noc Martini, Mehmet Bardhi, Sutki Malo Hoxha, Hyrje Hoxha, Muhamet Muhos Puzha, Maksud Haxhibrahimi, Haxhire Kroma, Lia Rabrenović, Milena Perić dhe Milica Vuković. Nga Gjimnazi Publik Vllazërim Bashkim, u ndar mirënjohje për të gjithë mësimdhënësit, të cilët kanë dhënë kontributin e madh për shumë vite në këtë institucion. E disa fjalë zemre i thanë edhe profesorët si Nepe Peraj, Ismet Karamanaga e Mehmet Aloja. Të dashur nxënës, nderuar kolege dhe miq
të arsimit shqip në Maltëzi. Është kënaqësia jona si pensionist të jemi pjesë e këtij tubimi ta quaj të shenjtë, ku do të uroja me gjithë të zemër gëzuar këtë fest të shenjtë. Prandaj unë ndoshta jam e frymëzuar nga disa vargje të poetit ton, Esat me Kulit, ku do të thosha: popullit tim kam dasht, shumë kam dasht që nga gjumi të zgjoj ëndrat tuaja, se liria do të vinte edhe për ne të përbuzur. Qem, jo njerëz, dreqën me bishta, qem rajnë vargoj të mjerimit përbuzur, shiftar. Por koha luft, shëron plagë dhe pas natës sert të shekujve, erdhi kohë re dhe s'ka fuqi. Nuk ka që hovin mot në ndali, se lirin e fituam me gjak. As kush në fali, duke luftuar errësinë, u bëm të vetëdijshëm edhe na. Ju faleminderit. Orime. Kam kënaqësi të veçantë, në veçanti kur e shoh këtë vajzë, se i kemi rapësim të gjithë na jemi të kënaqur se ki një pjesë pe nesh ka nap një pjesë ke ju. Kështu si jemi të kënaqur kur shohim se na keni kaluar edhe ne. Për gjatë edhe na kemi sot një fest, kishte më thënë unë. Si maj vjetri këtu, mu më takon mi thani atë 2-3 fjalë. Unë kam punu për këto gjimnaz prej vitit 71, 72, 73. Disa prej këtu janë nxënësat e mi, si drejtorit që janë katanët i ku, Bilal në Keziqe e tjerë. Keni ba një punë mrekullueshme, që na keni thirrë, që e keni organizu këte te paraqitje kështu ka që të bukur. Dhe kishe falenderu për këte që keni ba në të ardhmen, se puna arsimtarit është punë e shenjtë. Nuk është lehtë me punu me fëmijë, sidomos tash në këtë kohë. Shumë është vështirë. Por shka me ba, ata që janë duhet me punu. Për noshi e falemderit. Në këtë 60 vjetor, shkolla mesme Vllazërim Bashkim nuk është vetëm një ndërtesë që ka mbajtur brenda saj mira nxënës, mësimdhënës, por edhe një monument i kujtimit për të gjithë ata që kanë kontribuar për të bërë këtë shkollë një institucion të vërtetë edukimi. Ky është një moment për të kujtuar, nderuar dhe falenderuar ata që kanë bërë të mundur që brezat e ardhshëm të mund të ecin përpara dhe të mbajnë gjallë këtë mision të shenjtë të arsimit.